ProLiq Podcast, u mbështet nga Përshëndetje të dashur dëgjues të podcastit ProLiq. Sot do të trajtojmë një temë mjaft sensitive. Ti që jeton në një pallat që është ndërtuar para vitit 1991, a e ke pyetur ndonjëherë veten për pronësinë e truallit mbi të cilin gjendet pallati jot? Për të trajtuar këto tema dhe për të zgjidhur këto dilema juridike, kemi të ftuar sot avokatin Dorian Matlia. Mirë se keni ardhur, faleminderit për pranimin e ftesës. Faleminderit për ftesën. Për të gjitha ato pallate që janë ndërtuar para vitit 1991, cila është situata ligjore e pronësisë që kanë pronarët e apartamenteve që jetojnë në këto pallate në raport me truallin mbi të cilën është ndërtuar ky pallat? Ato pallate që janë ndërtuar deri në gusht 1991, se tu e ndan ligji si periudhë, kanë sigurisht kush i ka privatizuar, ka marrë, domethënë, ato apartamentet apo dikush kush e ka në katën e parë ka njësitë që sot janë bërë njësi tregtare. Megjithatë, pjesët e truallit në shumë pak raste e kanë privatizuar ata që kanë marrë që blenë gjatë kohës privatizimit, dhe në shumicën ndërmuese të rasteve nuk janë as pak pronar të truallit këto që janë pronar të apartamenteve. Kjo vjen për shkak sepse ligji i kohës i privatizimit thoshë shprehjesisht, nëse problemi i truallit është i zgjidhur, pra domethënë nuk ka pretendim askush mbi truallin dhe ishte i shtetit, atëherë privatizimi ndodhte për apartamentin dhe për pjesën takuese të truallit. Ndërsa në rastet ku kishte një pretendim për pronësinë, për shembull një ish pronar që kërkonte të njihej ose t'i kthej prona, në ato raste privatizimi nuk përfshiu truallin, por përfshiu vetëm ndërtesën. Pra do të thotë që hiq në një rast shumë të shkëputur tek tuk diku në për qytet, po themi, në shumicën ndërmuese të rasteve, mbi 90% rasteve janë pronarët e tokës vazhdojnë të jenë, domethënë, po themi, shteti ose del pronari pa vërtetuar, ose është njohur dikujt prona për t'u kthyer, por nuk është kthyer, është në proces kompensimi, por jo individët që kanë në pronësi apartamentet. Ata nuk janë pronarë të truallit. Duke qenë se situata e tërmeteve shkaktoi disa pikpyetje, çfarë ndodhi me banorët të cilët ishin në ato pallate, jetonin në ato pallate dhe kishin certifikata pronësie respektive për apartamentet e tyre, dhe çfarë ndodhi mbas procesit kur u konstatua që ky pallat nuk është më i jetueshëm? Rastin e kur ndodhi tërmeti i nëntorit 2019, u bë një vlerësim i disa godinave, nëse ishin të banueshme apo të pabanueshme. Dhe u vlerësuan dhe shkallat e dëmtimit përkatëse. Në rastet kur u vendos prishje detyrueshme e pallateve, sepse ishin dëmtime të tilla, pra të shumë të mëdha dhe të pa leverdishme për të riparuar, atëherë prishja e detyrueshme solli dhe humbje në të gjitha drejtat e pronësisë së gjithë personave që kishin në pronësi këto apartamente. Dhe ata thjesht nuk kishin masi të drejtë lidhur as me truallin përkatës ku ndodhej pallati. Kjo gjë, në fakt, sa herë që ne kemi pasur, unë kam ndjekur shumë nga ato procese gjyqësore në atë kohë, sa herë që flisja me individ që kishin pronësi apartamentit, habiteshin e thonin si ka mundësi, domethënë, pse se pas kam një drejt tillë. Dhe ishte vështirë t'ia shpjegoje që ato çfarë ke bler dikur me privatizim ka qenë vetëm ndërtesa dhe jo trualli. Trualli duhet ishte një zë kadastral më vete i shkruar në certifikatën e pronësisë dhe shumë pak e kanë një gjë të tillë. Ndryshon situata për apartamentet e kohëve të sotme, të cilat truallin e kanë në bashkëpronësi të detyrueshme gjithë pallati. Por në atë rast, jo. Dhe gjithë ato persona që humbën pronën për shkak të dëmtimit nga tërmeti, humbën praktikisht të gjitha drejtat e pronësisë sepse nuk kishin pronësi mbi truallin. Sigurisht bashkia pastaj bëri disa përpjekje për të akomoduar, po themi, ata që ishin të pastre dhe gjetnin disa zgjidhje, por ata që kishin dhe një pronë tjetër diku tjetër për shembull, ose apartamenti shumë herë më i madh se sa që kishin nevojë për strehim, ata i humbën drejtat përgjithmonë. Dhe kjo ishte domethënë diçka që i motivoi shumë njerëz të fillojnë të kërkonin zgjidhje. Sepse praktikisht domethënë ishte situatë shokuese për ta, ata nuk e dinin një situatë tillë, nuk e kishin ditur kurrë. Dhe kjo kuptojnë që në këtë lloj mënyre janë në të njëjtën lloj situate janë të gjitha ata të tjerë që nuk rrezikohen nga historia e tërmetit,
por që rrezikohen, do të mund të ketë situata të ngjashme. Për shembull, qëndrojmë pak këtu. Krahas situatës së tërmetit që është një situatë e jashtëzakonshme forcave madhore. Çfarë ndodh me ato raste kur jemi në të njëjtën situatë, kur nuk kanë pronësi apo bashkëpronësi mbi truallin ku është ndërtuar pallati, por me vendim shteti apo qeverie vendoset për arsye teknike shembja e këtij pallati. Çfarë duhet të dinë këta qytetarë? Atëherë, nisur pikërisht nga fakti që për rastin e tërmetit u eksperimentua kjo lloj mënyre të auditimit teknik të ndërtesave që u quajt. Qeveria në vitin 2023 filloi të përpunonte edhe një nisëm tjetër. Pra, çfarë janë pallate mbi 50 vjet, besoj e keni dëgjuar, e ka dëgjuar publiku mjaftueshëm. Pallatet e vjetra mbi 50 vjeçare do të auditoheshin teknikisht dhe për të parë domethënë nëse ka nevojë për riparim apo jo. Me idenë që domethënë në vende ku pallatet ishin të tepërt amortizuar, të mund edhe të shëmbeshin. Mirë, po çfarë pasojë sjell kjo për individët që janë pronarë të apartamenteve? Ata sigurisht që vendosen në të njëjtën situatë si ata të tjerë të rastit të prishjes detyrueshme për shkak të tërmetit. Dhe kjo bën që të zhvishen tërësisht nga pronësia. Pra, ajo çfarë është e rëndësishme që besoj janë me qindra mijëra banor dhe që janë pronarë të apartamenteve të pallateve të vjetra ndërtuar deri në vitin 91, janë të gjithë të rrezikuar që një ditë mund të zhvishen tërësisht nga pronësia nëse apartamenti ose pallati pra ku ata jetojnë nuk është më i banueshëm për një arsye apo për një tjetër. Pra, mund të jetë i dëmtuar nga një ngjarje jashtëzakonshme si tërmeti, po mund të jetë edhe i kualifikuar si i amortizuar për shkak të vendimeve të qeverisë, për shkak të politikave të qeverisë. Kemi parasysh që tregu i ndërtimeve vazhdimisht do kërkojë troje dhe mundësira për zhvillim. Do qëndrojmë pak këtu. Dhe një nga gjërat që do jetë më shumë afere targetueshme do jenë dhe pallatet e vjetra, sepse janë nga 3-4 kate shumica e tyre dhe sigurisht interesi është për ndërtuar godina shumë katëshe. Por këtu është problemi që kush ka pronësi mbi tokën është ai që do ketë privilegje. Edhe të drejta për të përfituar nga zhvillimi. Në rastet kur jemi, sepse ky është një trend që po zhvillohet në mënyrë të nëndeshme apo të mbidheshme. Pra, të gjithë zhvilluesit po pretendojnë që të kapin zona që janë me potencial, le të themi, ekonomik, që kanë vlerë, ai trualli ka vlerë. Nëse gjenden nesër qytetarët në një situatë të tillë, kur një zhvillues targeton një pronë X të caktuar, e cila nuk ka pronësinë apo nuk është bashkëpronësi e këtyre personave që jetojnë, e banorëve aty, si duhet të veprojnë këta qytetarë për të evituar apo për të minimizuar sadopak pasojën? Tani, kjo varet rast pas rasti. Ka ndërtues të cilët preferojnë që mos i hyjnë shumë andrallave dhe bëjnë marrëveshje me banorët, ku janë marrëveshje edhe me interes her pas here. Në këto raste, nëse ofrohet diçka pra nga ndërtuesi, sigurisht është oportuniteti për të kapur dhe për të mos me lënë domethënë të ofertë mirë, por ama gjithmonë kjo është nëse të ofrohet një diçka e tillë. Se mund edhe mos të ofrohet fare asgjë, sepse mund të konsiderohet që pallati mund të konsiderohet një moment i amortizuar, me nevojën për të prishur. Në këtë moment trualli sigurisht thashë, domethënë është o i shtetit ose është pronari pa vërtetuar ose në pritje për të kthyer një ish-pronari dhe këto do jenë personat që do negociojnë nesër pas nesër për ndërtime pallate të ri dhe jo banorët e pallateve ekzistues. Pra, çfarë do të dinë banorët e pallateve ekzistues është që sot që jetojnë në pallatet e tyre dhe janë në rregull pallatet, nuk ka asnjë problemi. Mirë po, nesër, nëse do ketë një perspektivë zhvillimi dhe nëse do ketë një konsiderim amortizimi që duhet prishet pallati, ata do ta humbin drejtën e tyre. Pra, domethënë, duhet të kenë parasysh që do vi herët apo vonë koha që do të trokasin nder, po themi ky lloj problemi, që deri tani është i fshehur. Rasti 2019 për ato që dëmtuan nga tërmeti, ja evidentojnë atë moment. Zorin sipërfaqe. Do ja evidentojnë në një moment tjetër kur të vendosi qeveria për të audituar pallatet e vjetra. Në disa raste tjera do ketë sipas interesit zhvillimit të një zone. Për shembull, fjala vjen, gjithë rruga Muhamet Gjollesha është me pallate dhe tulla silikate, nëse keni parasysh, dhe janë pallate katërkatëshe, bie fjala. Këtu do ketë interesa në këto zona, se janë zona shumë qendrore. Do qëndrojmë pak tek orientimi dhe te trendi që kanë planet e zhvillimit, që pushteti vendor organizon për zona të ndryshme. Si orientohen tendencat në dijenin tuaj dhe sa rrezik kanë këto banorë që kanë vite që jetojnë për këto ndërtesa të vjetra, le të themi, qofshin 4, 5 apo 6 katëshe, sa rrezik potencial kanë që së shpejti të zhvishen nga të drejtat e pronësisë?
Rreziku është për shembull në rastin në qoftë se duhet të shikojmë të lidhur domethënë nismat që bën qeveria. Po. Qeveria kur propozoi nismën për të vlerësuar teknikisht pallatet e vjetra, nuk e bëri sigurisht u paraqit domethënë që është nevojshme që të ndërhyjmë të riparojmë pallatet e amortizuar. Mirë po, mund të ndodhi për shkak që këtu krijohet edhe mundësi abuzimi. Nuk po them që kjo është skeme e përgjithshme për abuzim, por ka terren për abuzim. Abuzimi do thotë që në një moment caktuar mundet që akte ekspertiza teknike të nxjerrin që pallati ka nevojë për të shëmbur. Mund mos ketë realisht nevojë, por si kundërshtohet ekspertiza? Kjo kalon jamdrall të gjatë në përgjigje, fatikisht, banorët e njësive për shkak si kombinati apo rruga Myslimketa në Tiranë kanë bërë procese gjyqësore në rastin e tërmetit, se ka qenë një situatë ngjashme dhe deri diku e kanë gjetur zgjidhjet. Por janë ende në luftra, në gjykata dhe kanë kosto të mëdha që përballin për procese gjyqësore. Që të mos shkojë deri atje dikush, duhet ta sigurojë që tani, domethënë pronësi. Të qëndrojmë pak te parandalimi i këtij efekti juridik. Cili është çelësi për atëherë? Çelësi është që duhet të ka dhe mjete ligjore, ka një kombinim mekanizmash ligjor që sigurojnë që këto pronar të apartamenteve, të pallateve ekzistuese të bëhen edhe pronar të tokës. Është një kombinim midis ligjit që parashikon proceset kalimtare të pronës, ligji numër 20 i vitit 2020, me dispozita që parashikojnë për trajtimin e pronës, me dispozitat kodit civil, etj, të cilat krijohet një zgjidhje që këta të bëhen pronar me kosto më të ulta se sa të bëjnë nesër pas nesër mbrojtjen e tyre në rast kur përballen me një problem. Pra, ekzistojnë mundësitë dhe janë të mira, vetëm se ama ka dhe sfidat përkatëse kjo dhe zgjidhje. Unë them që të paktën duhet të ndërgjegjësohen njerëzit për problemin. Dhe nëse ndërgjegjësohen, pastaj sigurisht domethënë do orientohen tek zgjidhja. Ekzistojnë dhe nuk janë të këqija, janë zgjidhje të mira. Pra mund të bëhen pronar, ky është lajmi i mirë. Por do duhet që të bëjnë disa procedura dhe do duhet mbi të gjitha të kenë të paktën takorcinë e 3 të 4-tave të gjithë pronarëve të apartamenteve aty. Pronarëve të apartamenteve, sepse kjo nuk është një pronësi që e merr individualisht secili, por është një pronësi që e merr në grup të gjithë bashkëpronarët e një pallati. Dhe këto janë vendime që merren nga asamblet e pallateve, që jo të gjitha funksionojnë. Ne dimë që ka her pas here probleme. Megjithatë kjo do t'i bëjë njerëzit që tentojnë të paktën të bashkohen ose të ligjërojnë. Ndoshta është fjalë që ngacmon çik njerëzit do fjala bashki, po aleanca le ta quajmë. Aleancë për të mbrojtur pronësinë. Në aleancë me njëri tjetrin domethënë dhe të arritë të gjejnë zgjidhjen, pra të adresojnë pastaj të marrë një specialist, apo ka treku ka plot, që t'i orientojnë drejt zgjidhjes që të marrin në pronësi truall. Nëse kanë pastaj truallin, nuk janë të mbrojtur pra në çfarë do. Përkundrazi mund ta kenë mundësinë ta shumëfishojnë këtë pasuri, se përfitojnë tërësisht të drejta të plota mbi apartamentin dhe njëkohësisht edhe mbi truallin. Kemi parasysh tendenca paktën për Tiranën, qytetet e tjera ndoshta më pak, po Tirana ka tendencë për rritje për zhvillim. Sepse kemi domosdoshmë vazhdimisht lëvizje demografike nga qytetet më të vogla ose nga fshati në qytet, dhe Tirana do ketë gjithmonë nevojë për të eksploruar mundësi për troje të reja ndërtimi. Dhe në këtë garën kush zotron i pari truallin përkatës, duhet të jetë edhe vetë personi që jeton mbi atë truall dhe që sot se ka ende në pronësi, domethënë. Dua të qëndrojmë pak fort te ky element, tek pjesa se si mund të ndërgjegjësohen njerëzit, le të shërbej ky podcast. Jam shumë e sigurt që shumë njerëz tashmë janë futur në tranzicion dhe po pyesin veten, po una jam bashkëpronari i trullit mbi cilin kam apartamentin tim. Sa zgjat kjo procedura nëse njerëzit bëhen bashk, kanë dakordsinë e 3/4 të bashkëpronarëve të apartamentit të atij pallati, sa zgjat kjo procedura me ndërmjet një avokati, sa zgjat regjistrimi i bashkëpronësisë së trullit? Zgjatja varet nga shumë faktorë, nuk mund të them dot një shifër, një kohë eksakte maksimale. Por sepse ka pasur raste, paktën janë eksploruar raste në ndërtesa më të vogla, po themi 2-3 katëshe, të cilat në përgjithësi nuk ka bashkëpunim me institucionet dhe të tyrohesh të shkosh të djegësh rrugën gjyqësore, por për disa vite kjo problem zgjidhet. Keni parasysh një gjë që nëse ja beson një avokati çështjen, atëherë sigurisht domethënë dikush do merret me atë proces. Edhe sikur të zgjasi 2 vjet, 3 vjet, 5 vjet, përsëri nuk është problemi do te kjo kohë e kaluar. Është çështje që
nëse nuk vendosesh në lëvizje që tani, do kalojnë ato 5 vjet apo 10 vjet në vazhdim, do të jesh prapë në një situatë. Ndërsa nëse fillojnë të vënë lëvizje tani, mbas sa kohësh, qoftë edhe disa vite, problemi do marrë një zgjidhje dhe pastaj më pas, nëse jo një brez trashëgimin tek brezi tjetër, do i lërë mundësinë e zhvillimit të pronës në një kusht më optimal, pra që të jenë pronar të negociojnë me një zhvillues, me një ndërtues, nesër pas nesër për ndërtuar diçka në tokën e tyre. Dhe jo të largohen përfundimisht prej aty dhe ta marrin tokën dikush tjetër, siç ndodhi në rastin e për shembull banesave të kombinatit që janë shëmbur. Në kombinat për shembull mund të jenë shpëtuar po them dikujt rreth 20 pallate. Pjesa tjetër e pallateve që në Tiranë ka qenë diku 60 numri i pallateve që u vendos prishat e detyrueshme në gjatë viteve 2020-2021. Gjithë ato banor u larguan prej atje, disa prej tyre u strehuan në ndërtesat e reja që u bën nga shteti, por vetëm ata që plotsonin kushtet, pra që ishin pas 3, që s'kishin asnjë mundësi tjetër, gjithë të tjerët, sidomos ata që kishin në dyqane, i humbën përfundimisht to prona dhe sot s'kan as drejt mbi ato troje. Tani, që mos ndodhi si ato 20, 30 apo 40 pallate në zonën e kombinatit apo në vende të tjera në Tiranë, dhe nesër pas nesër ky trend do përfshi pallatet vjetra në përgjithësi, sepse janë të vjetra dhe janë të amortizuar në një pjesë të tyre, duhet të fillojnë të vinë lëvizje herët më shumë se sa vonë, që të kenë mundësi të regjistrojnë të tokë në prosit vet, nuk është me kosto shumë të madhe, do kone vet patjetër, por gjithçka ja vlen në kuptimin e përfitimit të ardhmen. Pra thirrja juaj është që mos të rezervohen te kjo dilema, mos ka kosto si proces, sepse ndërgjegjësimi ishte thirrje nga fillimi në fund i këtij episodi. Një thirrje të fundit për ta përmbyllur dhe për ta përçuar mesazhin tuaj tek qytetarët që nuk janë pak, janë masivisht shumë, që janë në këtë situatë juridike pa e ditur se janë realisht. Cila është, ju lutem? Një thirrje. Nuk kushton asgjë që të marrin informacion më shumë rreth këtij problemi. Mjafton të shohin certifikatat e tyre të pronësisë dhe të kuptojnë domethënë nëse kanë në një zë të veçantë truall x metra katror ose jo. Nëse nuk e kanë gjë të tillë, atëherë le të kontaktojnë me një avokat dhe të shohin çfarë mundësie ka në rastin konkret për të zgjidhur problemin që të bëhet e pronar tokës. Kostot, siç e thash, është shumë të ulta në kuptimin e përfitimit, ndahen kostot midis gjithë bashkëpronarëve, kuptohet. Flasim për kosto që vetëm nëse janë mbi 300 metra katror, për shembull, fjala vjen njolla e tokës, atëherë do paguajnë diçka për metër katror sipas çmimeve të referencës, jo të tregut, dhe do kenë dhe kostot e përkatëse të një avokati ose të një profesionisti që do ndjekë proces, një urit. Her pas here në përpallate ka të njerëz që marrin vesh edhe nga çështjet ligjit. Dhe e zgjidhin vetëm me njëri tjetrën. Po dikush tjetër, pra shkoni tek specialisti dhe merrni një opinion më të profilizuar për problemin konkret. Mos e lini problemin pa duar, domethënë. Koha ecën shpejt dhe një moment kur të vendoseni pastaj siç u vendosën ato banorët e kombinatit, kostot shumë fishohen për të gjetur zgjidhjen e problemit. Më mirë një kosto e vogël sot sesa një kosto shumë e madhe dhe pa siguri shumë herë më e madhe nesër. Avokat, falenderoj për prezencën sot. Ju ftoj të vazhdoni të na ndiqni në podcastin ton ProLiq, të na bëni subscribe në kanalin ton YouTube ProLiq Podcast dhe në të gjitha rrjetet tona sociale. Ne vazhdojmë emisionin ton për edukimin ligjor dhe për të trajtuar tema të ndryshme ligjore, të cilat na takojnë të gjithëve dashur pa dashur.